Shkodra u bë pritëse e një stërvitje ndërkombëtare për menaxhimin e përmbytjeve, e para e këtij lloji e organizuar në Shqipëri. Seanca të tilla stërvitore komplekse kanë nisur në mbrëmjen e 7 prillit dhe do të vijojnë deri me 11 prill, duke përmbyllur kështu projektin Flood North Alb. Në vërtet, kemi një reagim lokal, kemi një reagim qendror, por katastrofat, themi ne, nuk njohin kufi. Dhe pranaj përfshirja e të gjitha shteteve, jo vetëm kufitare, por edhe përtej, është një pjesë e domosdoshme. Përfaqësuesi i Komisionit Evropian DG ECO si dhe zëvendësministri i Mbrojtjes e vënë theksin te rëndësia e bashkëpunimeve ndërshtetërore, me qëllim menaxhimin e fatkeqësive natyrore, por edhe ngritjen në një tjetër nivel të ndërhyrjeve operacionale. Ky është një moment i rëndësishëm për ne dhe një mundësi e shkëlqyer për të thelluar bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes civile, duke u përgatitur bashkërisht për situata të jashtëzakonshme që kërkojnë reagim të shpejtë dhe efikas. Ushtrime të tilla kanë për qëllim testimin e kapaciteteve për përballimin e emergjencave të shkaktuara nga përmbytjet, si dhe përmirësimin e koordinimit të reagimit ndërinstitucional në rast fatkeqësish natyrore.